Trump do takohet me të, ka 57 armë bërthamore shumë të fuqishme. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi të mërkurën se planifikon të takohet me liderin e Koresë së Veriut Kim Jong-un para fundit të vitit, ndërsa tha se Pyongyang disponon 57 armë bërthamore të fuqishme. I pyetur nga gazetarët gjatë një vizite në projekte të ndërtimit që po zhvillohen në shtëpinë e Bardh nëse do takohej me Kim Jong-un, Trump u përgjigj, po, do takohej me të. Presidenti Amerikan bëri gjithashtu një vlerësim specifik për arsenalin bërthamor të Koresë së Veriut, duke kritikuar zhvillimin e këtyre armëve nga Pyongyang. Kjo nuk duhet të kishte ndodhur kurrë, nëse unë do të isha president, nuk do ta kisha lejuar, deklaroi Trump. Megjithatë, ai theksoi se marrëdhënia e tij me liderin koreano-verior merret e mirë dhe se beson që kjo mund të ndihmojë në ruajtjen e stabilitetit. E njoh shumë mirë Kim Jong-unin dhe gjithçka do shkojë mirë për sa kohë kemi një president të zgjuar, u shpreh Trump përsëriti vlerësimin e tij për arsenalin e Koresë së Veriut, duke thënë se fakti që shkojë mirë me të është një gjë mirë, jo një gjë e keqe. Ai ka 57 armë bërthamore shumë të fuqishme. Trump ka udhëzuar zyrtarët e Pentagonit të zvoglojnë pjesëmarrjen e ushtrisë amerikane në stërvitjet vjetore në Korenë e Jugut, duke lidhur këtë vendim me marrëdhënien e tij të mirë me Kim Jong-unin. Nëse takimi zhvillohet, ai do të ishte një tjetër kontakti drejt për drejt mes Trumpit dhe Kim Jong-un.